Dje në mbëmje gjatë prajmit të Big Brother VIP 4, Gjesti deklaroi se ka dëshirë që ai dhe Egli Tako t'i rikthehen marrëdhënies së tyre. Du me kon bashkë me Eglin, por kam frikë se mos po shkojna në atë gjendje që ishim në fillim, ishin fjalët e Gjestit. Më pas përfundimit të spektaklit, Egli ka bërë një bisedë me Gertën, të cilës i ka treguar se çfarë i ka thënë Gjestit. I thash më rri sa më larg se një gjë që e kam ndjerë me vërtet 3 muaj nuk dua ta bëj pis asnjë njeri në këtë javë. Rri sa më larg të jetë e mundur, këtë sapo i kërkova. Që parë po flisnim për gabimet që ka secili prej nesh. Më tha nuk të meritoj. I thash nëse ti arrin të kuptosh çfarë gabime ke dhe unë çfarë gabimesh kam nuk është çështje merite se zemra nuk njeh merita. Ajo që ndjej është kjo që ndjej. Nëse ne të dy rregullojmë secili gabimet tona, unë jam gati të ta jap dhe një mundësi për ta parë dhe njëherë si marrëdhënie, tha Egli.